Fushën sportive të Plugut në qytetin e Lushnjës u zhvillua takimi mes ekipit Vendas dhe miqve nga Peshkopia Korabit. Ndeshja u vendos nga një gol i vetëm, i realizuar nga Mziu në minutën e 64, i cili dha fitoren e Dibrandëve me rezultatin minimal 1-0. Skuadra e drejtuar nga trajneri Alfred Deliallësi siguroi 3 pikë të çmuara për renditjen, duke u ngjitur në kuotën e 38 pikëve. Me këtë fitore, Korabi kalon Kastriotin dhe merr vendin e 8, duke shmangur ndeshjet shtesë në fund të sezonit të rregullt. Ndërkohë, Lushnja pas 2 fitoreve radhasi beson një humbje në shtëpi. Ekipi i drejtuar nga trajneri Erion Xhafa mbetet në kuotën e 43 pikëve, duke zbritur në vendin e 7, vetëm 1 pikë më pak se Apollonia e Fierit. Dilema për vendin e 6, i cili siguron një vend në zonën play-off, do të zgjidhet në derbin e Myzeqes, që do të luhet të dielën e ardhshme në Fier. Lushnjarëve u nevojitet vetëm fitoria për të siguruar pjesëmarrje në play-off. Takimi i dieshëm ishte një ndeshje e luftuar dhe me ritëm. Pjesa e parë mbyll pa gola, ndërsa në të dytën u regjistruan zhvillimet kryesore. Xhafa aktivizoi Jotin dhe Xhemalajn, duke e bërë skuadrën më kërkuese, ndërsa Deliallësi futi në lojë Sinën në minutën e 64, pas një aksioni të ndërtuar në krahun e djathtë dhe një pasimi në zonë. Mziu goditi saktë duke shënuar golin vendimtar. 5 minuta më vonë, Korabi mbeti me 10 lojtar, pasi Sina u ndëshkua me karton të kuq për faull të rënd ndaj Kamisokos, si lojtari i fundit në mbrojtje. Lushnjarët tentuan të barazonin deri në minutën e fundit, por pa sukses. Miq rezistuan me një lojtar më pak dhe siguruan një fitore të rëndësishme. Në përfundim të takimit, trajneri i Korabit Alfred Deliallësi mbajti një konferencë për media ku vlerësoi përkushtimin e lojtarëve dhe rëndësinë e këtij suksesi për objektivat e ekipit. Ishin 2 ekipe që kishin objektiva të ndryshme, si edhe unë kisha vetëm 5 ndeshje që ishin në drejtimin e Korabit, më duhet të jap maksimumin që për të arritur objektivin, për më shkuar ekipi i Korabit në ndeshje play-out për zbritje kategori më poshtë. Ishin ndeshje e luftuar, por u dinë rëndësia dhe të dy kishin një ankesë psikologjike, pasi ne ishim për të shpëtuar kategoria më shkuar në play-off, kurse Lushnja ishte për play-off 6 vende para të kategorisë parë. Ishin ndeshje e luftuara, ndeshje që mendoj që deri diku rezultati i përshtatet asaj çfarë janë 2 ekipet në fushën e lojës. Ishte një ndeshje që ishte më shumë rast të kryer nga ana jonë dhe mendoj që rezultati më i drejtë i ndeshjes ishte fitoria jonë. Ekipi i pjesën e dytë luajti me 10 lojtarë. Si shikoni daljen e lojtarit tuaj me kuqe? Janë momente tensionit, ta thash edhe më përpara që dihet nga ankesë psikologjike që kanë këto ndeshje, dhe janë ndeshje që kanë presion dhe kanë tursi gjatë gjithë kohës, dhe mendoj që kjo ndikoi edhe nga veprimi që bëri mbrojtësi jon, por nuk duhet bërë domethënë gjë e madhe, pasi ne jemi për të fituar lojtarët dhe jo për të humbur.